Përëndjes për Vanessa, për ishën 2 takime. Do të kisha dashur të ishin këtu gjithë demokratët. Nga ka parë së bashku në gjithë amërsinë. Partia Socialiste e Edi Ramës dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e Ilir Metës e komprometuar në rënd drejtimin e vendit, duke promovuar dhe emëruar në detyra të rëndësishme deri në kuvendin e Shqipërisë, trafikant të gjitha llojeve. Ata jo vetëm e futën në një krizë pa njohur më parë, por dhe e damkosën me njollën e turpit, drejtimin si praktik dhe si vlerë. Ne do ta nxjerrim drejtimin nga kriza. Duhet të jemi një derë kurdo e hapur për qytetarët. Ti presim dhe t'ju shkojmë. Ti pyesim dhe t'i dëgjojmë. T'ju përgjigjemi dhe t'ju shërbejmë. Të marrim zotime para tyre dhe t'i mbajmë zotimet në varësi të pozicionit që kemi. Ta mbajmë mirë në mendje se nuk kemi parti e interesave të një grushti njerëzish. Nuk kemi parti e miqve dhe shokve, edhe pse kemi nderim të madh për miqësinë dhe shoqërinë. Por jemi mbi të gjitha parti e njerëzve të lirë, parti e Shqipërisë, alternativa e djathtës dhe qendrës në këtë vend.